E vërtet, në fakt, besoj që ka sjellje të ndryshme në bazë të kategorisë individëve dhe të fluturistëve shqiptar, le ta themi. Ata që duan të kenë një pushime më festive, orientohen më shumë drejt kryeqytetit apo drejt qendrave të qyteteve kryesore kulturore, si Shkodra, Berati, Gjirokastra, apo Korça, ku ka më tepër organizime, pra kemi darkat ose drekat e krishtlindjeve të vitit të ri, mbase dhe organizime me festa, me muzikë, me shfaqje dhe performanca të ndryshme artistike. Dhe këta janë përgjithsisht shqiptarë të cilët e duan më shumë komoditetin dhe komfortin. Pa diskutim që sezoni i bardhë të gjithë na jep ndjesinë e të qenurit pramborës, kështu që ka dhe një grup shqiptarësh të cilët orientohen drejt Alpeve, Valbona, Thesi, Vermoshi, po pa diskutim, po dëgjova me shumë vëmendje dhe parashikimin e motit nga ekspertja juaj, edhe drejt pjesës lindjes, ku le të themi Korça është mbretëresha e destinacionit dimëror, sepse ofron pak nga të gjitha. Ka fshatrat si Dardha, Voskopoja, të cilat urojmë të na japin pak bardhësinë dhe shkëlqimin e dëborës, por paralelisht ka dhe qytetin i cili ofron pak nga të gjitha, pra për gjitha moshat, dhe për të rinjtë, dhe për familjarët, dhe për personat e rritur të cilët duan të kalojnë këto festa me muzikë dhe atmosferë.